Betejën kundër korrupsionit e mbështet e gjithë bota e lirë demokratike. Kjo ishte përgjigjja e Sali Berishës kur u pyet se a ka Partia Demokratike mbështetje ndërkombëtare në aksionin politik me synim largimin e qeverisë së Edi Ramës. Por, ajo që e cilëson goditje finale thotë se do t'i vinë nga shqiptarët. Fjalën e vetme e kanë qytetarë shqiptarë. Ne kemi theksuar theksojmë. Edi Ramën nuk do ta heqë drejtësia. Edi Ramën nuk do ta heqin deltat. Ate do ta heqin qytetarët shqiptar me protestën e tyre. Strategjia thotë se do të përfshijë shumë faktorë. Strategjia e opozicës është largimi i tij 1 minutë më parë nga pushteti. Opozita është e sigurt që do realizojë objektivin e saj. Kryedemokrati tha se ky është viti i përmbysjes së diktaturave, teksa shprehu edhe mbështetjen për opozitën iraniane në betejën e saj kundër regjimit. 2026, viti i përmbysjes së diktaturave. Viti i zi për diktatorët, viti lirish për kombet. Kryedemokrati në konferencën e zakonshme për mediat hodhi akuza në ato që i quan skandale korrupsionit të qeverisë, ndërsa komentoi edhe çështje të tjera në aktualitetin politik, siç ishte edhe padija e Partisë Demokratike në gjykatën kushtetuese për procedurën e zgjedhjes së avokatit të popullit. Zgjedh në kundërshtim flagrant me procedurat.